Rudin Bektashi, presidenti i Shoqatës së Veteranëve të Atletikës Shqiptare, përsëri në Shkodër për edicionin e dytë ndërkombëtar të kësaj kategorie. I kënaqur që përsëri preferoni Shkodrën për këtë aktivitet? Jo vetëm i kënaqur, po unë jam i lumtur që përsëri në Shkodër ne zhvillojmë edicionin e dytë të Speed Master Athletics. Është një edicion ndërkombëtar i mbështetur nga Federata Evropiane e Atletëve Master dhe Bashkia Shkodër na ka mbështetur fuqimisht me të gjitha mundësitë. Dhe ky edicion ka arritur duke u rritur. Numri i atletëve është përsëri duke u rritur dhe ka kaluar shifrën e 540 atletëve. Dhe unë jam shumë i kënaqur me këtë performancë, me këtë pjesëmarrje dhe shpresoj që të na vejë përsëri si vitin e kaluar. Sa është numri i pjesëmarrësve? 540 atletë të regjistruar dhe shpresojmë që të na vinë të gjithë, sepse disa atletë kanë për disa arsye edhe mund të mos vinë. Nga është gjeografia e pjesëmarrjes? Gjeografia e pjesëmarrjes është për t'u admiruar, janë 46 shtete të regjistruar në këtë aktivitet. Është një rekord për llojin e vet, është një edicion që quhet EMA League, European League, ku janë disa aktivitete të këtij lloji në Europë dhe ka thyer të gjitha rekordet e vendeve pjesëmarrëse. Janë rreth 540 atletë. Shqipëria patjetër është pjesëmarrëse, por me ekipin shqiptar nga Shkodra do të ketë atletë veteran? Po. Shqipëria është pjesëmarrëse me rreth 30 atletë. Bledar Mesi sigurisht atleti jonë më i mirë, Isak Bala, veterani i Shkodrës dhe Shqipërisë dhe kampioni i Shqipërisë, janë pjesëmarrës, Arben Bloja, një tjetër veteran i atletikës, dhe Florian Balaj. Shpresojmë që këta të dalin mirë dhe të jenë fitues. Për informacion të publikut, sa do të zgjasë dhe oraret që do të zhvillohen garet në mënyrë që të mund ta ndjekin? Ne kemi konceptuar këtë aktivitet Sport and Holiday, pra sport edhe pushime. Do zgjas 4 ditë në mënyrë që atletët jo vetëm të bëjnë atletik, po edhe të shijojnë në maksimum Shqipërinë. Është fillimi i verës, koha është e mrekullueshme. Shkodra i ka të gjitha asetet turistike, fillon nga mali, liqeni, fusha, deti, lumi i madh Buna që kemi, dhe të gjithë atletët besoj se do kënaqen në fushën e sportit, në stadiumin e mrekullueshëm, por edhe do të shijojnë bukuritë e Shkodrës. Pra për herë të dytë në Shkodër, ka duket se do të vazhdoni edhe edicionet e tjera ta preferoni Shkodrën? Patjetër që po, sepse Shkodra ka një stadium të mrekullueshëm e para, ka një pozicion gjeografik të mrekullueshëm dhe mbështetja e Bashkisë Shkodër, e cila nuk na ka munguar dhe si vjet është akoma më e madhe se vitet e tjera, që të cilët duhet i falenderojmë për këtë mbështetje. Ju falenderoj zoti president dhe mbarësia e aktivitetit. Ju falenderoj dhe unë për këtë intervistë dhe shpresoj që gjithë publiku i Shkodrës të vijë dhe të na ndjekë. Faleminderit.